Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po nisim ditën e sotme, sërish në kanalin Monitor TV, me lajmet më të fundit, me ngjarjet më të fundit, me dinamikat më të fundit. Jam këtu pranë jush për të sjellur atë se çfarë po ndodh, realisht brapa skenat, atë se çfarë po ndodh jashta kamerave, tashmë me yjet shqiptar. Interesi publik është shumë i madh për të ditur se çfarë po ndodh me Brikenën. Brikena e ka bërë lëmsh publikun. Do me thënë të gjithë janë në pikpyetje për marrëdhënien e saj me Mateon, për jetën e saj, për zemrën e saj, një vajzë që në fakt në Big Brother na ka fasionuar me qëndrimet e saj tradicionale, me natyrën e saj tradicionale, do me thënë na ka bërë të gjithëve për vete. Të gjithë jemi lidhur shpirtërisht me Brikenën, të gjithë i kemi dhuruar emocione shpirtërore Brikenës. Brikena, së fundmi në Top Arena, unë po shoh një zhvillim në fakt profesional të Brikena, po shëndrit, po ndryshon. Dita ditës po bëhet edhe më e veçantë, dita ditës po bëhet edhe më e bukur, dita ditës po bëhet edhe më profesioniste në profesionin e saj. Domethënë kjo ka shumë rëndësi. Brikena po bëhet profesionale. Ajo me publikun i cili e do aq shumë, i cili e admiron aq shumë, i cili e duar troget aq shumë, pothuajse çdo ditë të ndan momente interesante, ndan momente të bukura, ndan momente surprizash që publiku i sjellën shumë dhurata, do me thënë nuk ndalojnë së dërguari në televizionin Top Channel dhurata për Brikenën nga fanbase-et e saj, do me thënë janë fanbase shumë të gjëra, të cilët e duan, e mbështesin, e duar trokasin, e admirojnë fenomenin Brikena, e admirojnë do me thënë fenomenin e saj. Janë personazhe që e dashurojnë Brikena Selmanin, thënë shkurt shqip. Brikena duke që është shumë happy në këtë drejtim. Por, pyetja që më së shumti shtrohet është se çfarë mund ta bën një femrën happy dhe sa është mbështetje familja e saj në këtë rrugtim. Ka patur dhe nga ato thashe theme që mua më kanë ardhur në privat që Tiran familja nuk janë dakord për Mateon, nuk e duan Mateon, duan vetëm vajzën e tyre, etj. Nga të gjitha informacione që unë kam siguruar, nga të gjitha informacione që unë kam arritur që të marr, familja e Brikenës në asnjë mënyrë nuk janë kundër për lidhjen dhe për mënyrën se si Brikena dëshiron që të bëjë jetën e saj. Do me thënë, ato e duan, e mbështesin, i japin atë duar trokitjen, i japin dashurin dhe i qëndrojnë pranë vajzës së tyre, i qëndrojnë me shumë emocion afër vetes, do me thënë, janë pranë Brikenës, janë për Brikenën aty, pranë saj dhe gjithmonë për të. Në asnjë mënyrë, asnjë nga familjarët e Brikenës nuk është dakord që Brikena të jetë me Mateon. Përkundrazi, do me thënë, janë shumë pro vendimit që Brikena ka zgjidhur për jetën e saj. Brikena, siç duket, dëshiron gjën e saj private, edhe në Big Brother nuk është që nuk e ka thënë, ajo ka thënë që unë nuk dua shumë që gjërat e mia private të dalin në publik, nuk dua shumë që gjërat e mia personale të shfaqen në publik, do me thënë i dua më shumë t'i mbaj në privatësi, i dua më shumë t'i kem për veten time. Siç duket, Brikena e respekton këtë nenin në kushtetutën të vetë krijuar të artistëve, por nuk është një nen i cili mund të respektohet aq sa do Brikena, sepse publiku është shumë kureshtar dhe do të di për to. Por marrëdhënia është harmonikisht shumë e lumtur. Brikena këtë sezon, do me thëmë për planet e saj, do t'jetë në Top Arena. Tani Top Arena është një mundësi që Brikenës i dha edhe i hapi edhe disa dyer të arta, në kuptimin që do me thënë Brikena tashmë mund të zotësoj edhe një emision të vetin, mund ta zotroj këtë pjesën, do me thënë mund të ketë një emision të vetin në televizionin Top Channel ku Brikena do të ketë një intervist, por besoj që do t'jetë gjithmonë e përfshirë në e dielën, do me thënë te Manushi, ku më pas Brikena do të ketë
do me thënë kaq me brikin, edhe mund të vazhdon si rubrik jashta Top Arenës, që është një rubrik goxha e suksesshme që u ka sjell shumë klikime, që do me thënë e ka mbajtur audiencën bërthyer për ekrani, sepse më pëlqen, Brikena krijon disa skenare shumë të bukura, disa skenare shumë pozitive që në fakt japi një lloj energjie të bukur te publiku dhe në këtë mes, do me thënë, unë e shoh Brikenën që të kthehet fuqishëm, edhe të ketë një sezon edhe më të bukur ku Brikena do të jetë edhe më e veçantë. Në fakt unë e shoh këtë gjë te Brikena dhe e pres këtë gjë te Brikena. Nga ana tjetër, do me thënë Brikena duke që është shumë pozitive, duke që ka realizuar atë ëndrrën e saj, do me thënë ëndrrën e artit që vetëm pak njerëz mund ta realizojnë, vetëm pak njerëz mund ta bëjnë, sepse rruga e artit nuk është rrugë e lehtë, është rrugë e mbushur me shumë dinamika, është rrugë e mbushur me shumë pikpyetje dhe mendoj që duhet shumë periudhë gjatë për ta njohur këtë rrugë, por unë mendoj që Brikena është duke e shijuar dhe duke jetuar. Do të thënë nga informacionet që kam unë në planet e të ardhme të Brikenës, do të jetë pjesë e televizionit, me patjetër që do të jetë pjesë e Top Channel. Top Channel nuk e lëshon Brikenën, e ka diamantin e çmuar të televizionit dhe mendoj që Brikena do të jetë e pozicionuar edhe në për rubrikat e tjera që do të krijohen nga shtatori në e diel, do me thënë nga fillimi i sezonit veror. Fillimi i sezonit të vjeshtës, falni. Mbi të gjitha, do me thënë, Brikena është jashtëzakonisht happy në këtë rrugtimin që po bën. Do me thënë, të gjitha ato thashe theme që fliten për Brikenën dhe Mateon dhe marrëdhënien e tyre nuk janë fjalë të vërteta, janë fjalë, do me thënë, thashe theme që ne i kemi dëgjuar, që ne vazhdojmë t'i dëgjojmë, kemi arritur të kuptojmë lloj-lloj gjërash nga këto fjalë dhe do me thënë janë të pasakta, janë të pavërteta. Marrëdhënia është shumë e bukur, çifti po jeton momentet e tyre, Brikena po jeton suksesin e saj dhe thjesht do me thënë dita ditës është duke investuar që Brikena të profesionalizohet dhe të bëhet më e duhur për një televizion si që është Top Channel. Nuk është eksperiencë e lehtë, është eksperiencë shumë e rëndë, do me thënë të sfidosh veten në këtë drejtim, të sfidosh veten në këtë rrugtim, të përballesh me një audiencë kaq të gjerë siç është audienca e televizionit Top Channel, por unë mendoj që Brikena ka patur një lloj pasqyre të saj në këtë drejtim dhe e di shumë bukur në fakt se si do të vazhdon rrugtimi i saj dhe si do të shkojnë dhe do të vazhdojnë gjërat në vazhdim. Unë uroj Brikenës të gjitha të mirat në këtë drejtim, vazhdoj t'ju them ju që më ndiqni me subscribe për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit, rreth tematikave më të fundit, rreth debateve më të fundit, për të sjellur pranë jush atë që në fakt po ndodh në jetën e artistëve shqiptar. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton të dashur Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim rreth një historie të bukur dashurie që unë e di që ju e prisni me shumë emocion, unë e di që ju e prisni me shumë mall, dhe unë e di që ju prisni që unë të sjell lajmet më të fundit, dinamikat më të fundit dhe ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë nga kjo storie e bukur dashurie, nga kjo histori e bukur dashurie dhe nga kjo gjë që ne po na dhuron emocion të papar. Do të flas fillimisht për Selinën dhe për Gimbon. Selina dhe Gimbo në fakt kanë një marrëdhënie të bukur të dy së bashku, po e ndërtojnë marrëdhënien e tyre dhe nuk po tolerojnë që marrëdhënia e tyre të shkatërrohet për gjëra hiçi, të shkatërrohet për gjëra koti, të shkatërrohet për gjëra, do të thënë, pa bazë. I bukur është fakti ku Selina dhe Gimbo po mundohen që ta shijojnë dashurinë e tyre. Tani kam patur shumë pyetje duke më pyetur o Tirona, mendon ti që Selina dhe Gimbo janë çift afatgjatë dhe janë real? Unë e kam thënë këtë gjë që kur ishin në Big Brother.
Selina dhe Gimbo ishin tipa të njëjtë. Do me thënë Selina nuk mbani natë, nuk mban mëri, nuk është natyrë e ftohtë, Gimbo është natyrë pozitive, është natyrë me energji të mirë, është njëri me pozitivitet, do me thënë nuk ka inate, nuk ka mlefe. Janë pothuajse, jo pothuajse, po janë të ngjajshëm shumë me njëri tjetrin dhe kanë po të njëjtin karakter, do me thënë janë të lindur për njëri tjetrin dhe zakonisht këto që janë kaq të afërt me njëri tjetrin, këto që janë kaq të 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 bekuar me njëri tjetrin, janë njerëz të cilët dinë të dhurojnë emocion, janë njerëz të cilët dinë të dhurojnë dashuri dhe janë njerëz të cilët dinë të dhurojnë pozitivitet. Dhe në këtë rast, unë shoh një Gimbo dhe një Selin, të cilët janë duke e koordinuar shumë bukur marrëdhënien e tyre, që ndjekin bukur edhe pjesën profesionale, por ndjekin bukur edhe pjesën e tyre private. Do me thënë, ka dashuri, ka emocion, ka vërtetësi në marrëdhënien e tyre, ka ekzistencë, që unë i preferoj të gjitha ato lidhje që kanë ekzistencë dhe në këtë rast unë shoh një marrëdhënie shumë të bukur, dashurie mes Selinës dhe mes Gimbos. A do të vazhdoj kjo gjëja edhe për te, edhe më vonë? Patjetër që po, sepse unë e shoh që dashuria tek çifti sa vjen edhe rritet, dashuria tek çifti sa vjen edhe bëhet më e bukur dhe i dhurojnë emocione të vërteta njëri tjetrit, i dhurojnë dashuri të vërtet njëri tjetrit, duke e bërë edhe më të veçantë marrëdhënien e tyre.